Doktor, si mund ta quajmë këtë? A është gjendje, a është sëmundje, a shërohet apo është Tani, e tu mund të përhershme? flasim për një gjendje kronike, nëse përdorim terminologjinë mjekësore, e cila menaxhohet, bëhet nën kontroll. Sigurisht nëse edhe ato këshillat jo farmakologjike që ju jepen pacientëve respektohen nga pacientët, po edhe terapitë që ju përshkruhen atyre. Tani, tek kjo sindrom, trajtimet mund të variojnë varësisht prej qëllimeve që i kemi vendosur, sepse po e zom, meqense përgjithsisht kjo sindrom haset më shumë te femrat periudhën reproduktive, aty grup moshat 15 deri 35 vjeç, nuk kemi synime të njëjta te një 15 ose 18 vjeçare si te një 28 ose 30 vjeçare. Varësisht cilin e kemi synimin, e përdorim edhe trajtimin përkas. Po e zom, nëse është trajtimi bipesh edhe rezistenca insulinike që shoqëron këto, përveç këshillave dietare që ju japim atyre pacientëve, ne përshkruajmë edhe barna. Më shpeshti metforminën si barë ose alternativa tjera si që është pioglitazoni. Nëse kemi synim të trajtojmë toqimet, hirzutizmin ose aknet, atëherë trajtimi është diçka tjetër. Mund të shkojmë me ndonjëherë edhe me kontraceptiv oral, sepse kanë brenda tyre komponentën antiandrogjenike, do të barë që i kundërshton këto hormonet seksuale mashkullore, ose spironolakton që është një terapi më e lehtë antiandrogjenike. Nëse është pamundësia për mbet shtatzën, përveç po e zom përdorimit të një sensibilizuesi të indës që është metformina, mund provohet edhe stimulusi ovulacionit siç është klomifeni. Pra mund të flasim për një gjendje klinike kronike, por që nëse pacienti e ka të ditur bashkë me mjekun, endokrinologun, atë që dëshiron që të arrijë, mund të themi që menaxhohet si duhet edhe simptomatologjinë e ka nën kontroll. A është në rritje kjo dita ditës apo? Meqense mënyra sedentare e stilit jetës është duke u bërë, si më thonë, pjesë e përditshmërisë tonë edhe mbi pesha është duke ushtuar, mund të themi se edhe rastet me sindrom vezore policistike janë duke ushtuar edhe në nivel botror edhe sigurisht edhe në Kosovë. Nuk në bazë të statistikave flasim që dikon 10 deri 20% të grave në periudha reproduktive kanë sindrom vezore policistike. Mund të mbesin plot raste të padiagnostifikuara, sepse nuk orientohen për të kryer analiza dhe për të bashkëbiseduar me një endokrinolog, por statistikat përgjithsisht janë në këto përqindje, 10 deri 20%. Cila grup moshë atakohet më shumë nga vezoret policistike? Meqense këto kritere diagnostike që i përmenda në fillim synohen të ndiqen tek këto femrat riprodhuese, mund të themi që përgjithsisht grup moshë më të prekur ose grup moshë ku diagnozën e vendosim më shpesh, e kemi grup moshën midis 15 dhe 35 vjeç. Sigurisht që ka një rast përjashtues që mund të jetë edhe moshë më të hershme edhe në moshë më të vonë se sa kjo periudha 35 vjeç. Në punën e përditshme me pacientë, a janë të informuar rreth vezoreve policistike apo edhe sëmundjeve të tjera endokrine? A është ngrit vedia e edukatës shëndetësore? Nëse po bëhet punë për të ngritur kulturën e përgjithshme shëndetësore të popullatës, në fakt mund të themi që akoma nuk e kemi sa i përket tyre çrregullime hormonale në përgjithësi, e sidomos tyre çrregullime hormonale për të cilat diskutuam, sindromës vezore policistike, nuk e kemi në nivele të këndshme, nuk e kemi në nivele adekuate. Do të edukimi nuk është i mirë jo vetëm në Kosovë në fakt, po edhe në nivel botror, nëse punohet në këtë drejtim. Pra na mbetet shumë edhe përmes intervistave si kjo, edhe përmes të çësieve të tjera të sensibilizohet popullata për ekzistencën e këtij entiteti, kësaj gjendje, edhe kur diagnostifikohet pastaj edhe trajtimi rezulton efektiv.